Horoskopi ditor e enjte 4 dhjetor 2025. Dashi. Do të mbylleni në vetvete sot dhe nuk do të arrini të vendosni komunikimin me partnerin tuaj. Asgjë nuk ka për të shkuar siç ju e kishit menduar. Beqarët duhet të tregojnë të duruar nëse nuk duan të përballen me zhgënjime. Në planin financiar do të arrini më në fund të stabilizoni gjendjen tuaj ekonomike. Do të ndiheni më të qetë dhe do të kryeni pa frikë shpenzimet e domosdoshme. Demi, ditë shumë e këndshme dhe emocionuese kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të kaloni shumë mirë pranë partnerit tuaj të dashur i cili do t'ju bëj her pas here edhe disa surpriza. Beqarët do të kenë mundësi vetëm për aventura kalimtare ose flirte. Në planin financiar, Mërkuri do të ndikojë pozitivisht. Do të vendosni më në fund të ekuilibrin dhe stabilitetin në jetën tuaj. Binjakët, mundohuni t'i shprehni sa më shumë ndjenjat tuaja gjatë kësaj dite në mënyrë që edhe partnerit kuptojë se sa shumë e doni. Beqarët do të arrijnë të bëjnë për vete një person të cilin kanë kohë që e pëlqejnë dhe do të mund të fillojnë një histori të bukur dashurie me të. Me financa do t'i keni punët shumë mirë, tregohuni të kujdesshëm me shpenzimet. Gaforia, ditë mjaft animuar kjo e sotmja për të dashuruarit. Do t'i kaloni sa hape mbyll syt vështirësitë dhe do t'i sqaroni menjëherë. Mosmarrveshjet me partnerin tuaj. Beqarët nuk do ta gjejnë princin e tyre të kaltër megjithatë fal miqve do të kalojnë një ditë goxha pozitive. Në planin financiar duhet i bëni mirë llogarit nëse nuk doni që të përballeni me të papritura. Luani, do të merrni frymë lirisht gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift dhe do të ndiheni mjaft mirë pranë personit që dashuroni. Beqarët nga ana tjetër do të kenë një ditë shumë të veçantë. Në momentet që më pak do ta presin, do të realizojnë takime të mrekullueshme. Në planin financiar duhet të bëni kujdes. Kurseni sot në mënyrë që e nesërmja juaj të jetë më e mirë. Virgjëresha, mos u nxitoni të thoni gjëra në të njëjtën kohë sot sepse do të bëni gabime dhe do të keni telashe me partnerin. Tregohuni më të duruar dhe më tolerant. Beqarët do të marrin propozime për lidhje serioze, por nuk do të ndihen gati. Në planin financiar ka rrezik të përballeni me surpriza të pakëndshme. Bëni kujdes, bëni një riorganizim të situatës tuaj ekonomike. Peshorja, të shumt do të jenë planetët që do të ndikojnë sot në jetën tuaj në çift. Ata do t'ju bëjnë të shihni më qartësisht gjërat dhe nuk do të hidhni asnjë hap të nxituar. Beqarët më mirë të qëndrojnë vetëm sot dhe të mos kërkojnë ndonjë njohje të re sepse personat nuk do të jenë për ta. Financat nuk do të influencohen nga yjet dhe situata do të varet tërësisht nga mënyra se si ju vetë do t'i menaxhoni ato. Akrepi, do të tregojeni shumë strikt në dashuri sot dhe shpesh do ta vini partnerin në siklet. Mos e teproni nëse nuk doni të keni mosmarrveshje të mëdha. Beqarët do të duhet të marrin disa vendime të cilat mund të ndryshojnë përfundimisht jetën. Në planin financiar gjërat do të shkojnë më së miri, madje do të keni mundësi të hiqni edhe para menjan. Shigjetari, ka rrezik që dita të ndërlikohet tej mase sot, për ju që jeni në një lidhje, do të jeni kokfort dhe nuk do të pranoni të hapni rrugë për asnjë moment. Beqarët do të surprizohen tej mase nga një propozim që do t'ju bëhet. Mos e lini këtë mundësi të shkëlqyer t'ju ikë nga duart. Në planin financiar priten ndryshime pozitive. Bricjapi, marrëdhënia në çift do të përmirësohet mjaft gjatë kësaj dite. Do të flisni për gjithçka me partnerin tuaj dhe do t'i harroni problemet që keni pasur dikur. Beqarët do i japin më shumë prioritet jetës familjare dhe miqve. Dashuria për ta do të jetë në vend të dytë. Dielli do t'ju ndihmojë të përmirësoni situatën financiare. Do të mund të kryeni edhe ndonjë transaksion më tepër. Ujori, çiftet do gjenden përballë disa zgjedhjeve të vështira, por që duhet ta bëjmë patjetër sot. Mundohuni sa të mundeni, por jo vetëm për veten tuaj. Beqarët do të pëlqejnë jashtëmase një person që sapo ka filluar një angazhim serioz. Mos bëni gabim të shkatroni një lidhje të qetë. Mërkuri do të ndikojë tek financat dhe do t'i mbajë ato gjatë gjithë kohës të qëndrueshme. Peshqit, marrëdhënia juaj me partnerin do të jetë shumë e mirë nga sa ju e mendonit. Do t'i kaloni sa shpejt sa hape mbyll syt gjitha vështirësitë që keni kaluar dhe keni pasur gjatë ditëve të fundit. Beqarët ka rrezik të marrin sërish refuzime dhe kjo do t'i brengos. Nuk do të jetë dita e tyre me fat kjo e sotmja. Në planin financiar të ardhurat do t'ju rriten fal një strategjie shumë të mirë që po ndiqni prej disa kohësh.